Zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në apartamentin 2X. Ky është spektakël ku aktorët janë pas skenar. Aktorët i vetëm fillimin e historisë dhe atë që urojnë në kufje. Është spektakli i bazuar mbi improvizimin dhe lishmërinë. Her pas here aktorët do kenë të ftuar surprizë. Zonja dhe zotrin me një ovacion fantastik të publikut, dua zhur maksimale në sallë këtu në Crystal Center. Vjen Eglen Pllaqia vjetër. Follow me right. Vjen i gjatë, bjon, simpatik. Vjen Cubi. Një mendje mençur. Një njeri i cili ka dhënë shumë akademisë të shtetit. Një njeri që ka shkruar libra pafund. Një zotri i vërtet. Vjen çmimi Nobel, Zoja dhe zotrin, ai, Albano Bogdo. E di ç'ke stop Albano. O Albano, dil jashtë do të prezantoj edhe një herë, të lutem, dil jashtë. Ha. Se do të prezantoj ndryshe. Zoja dhe zotrin, vjen më treqës se kur, më i bukur se kur dhe më brun se kur, vjen Ina Gjonçi. Të nderuar miq, presim një figurë e cila nuk koha kalon por sa vjen edhe rinohet. Gjithmonë sepse bën lifting, argjon shumë për imazhin e tij, vjen njeriu me maskë. Atë më shumë dhe atë më pak se sa thjesht një super femër. Zoja dhe zotrin, ju e dini, bëhet fjalë për Erblin Bajkon. Bashkë një super femër gjithmonë duhet një super mashkull e nuk mungonte, vjen i madhi, i paarritshmi, i papërkulshmi. Vjen Petrina! Bashkë Petrinës vjen një njeri i trembur, një njeri i cili nuk i ndjes zërin, një djalë i cili hesh gjithmonë. Ai është si miza në qip. Nëse do ta marrësh vesh, duhet ta afrosh veshin afër ti që të kuptosh në një fjalë. Nuk vërtet kurrë. Është me origjinë nga Saranda, vjen Julian Deda. Është sigurt fjalë, është sigurt. Ti kemi si e mbajmë si me pekule, me temenara, se është i prisë. Është shumë i prisë. Mirë, mbas Julit vjen Pukjani më simpatik i momentit, Pukjani më i famshëm ka përshtypjen i momentit, vjen Zoja dhe zotrin Visjani. Dhe qëllimisht e lash për në fund këtë djalë, i cili pardje apo dje kur i bie është rritur, ka mbushur plot 27 vjeç dhe nuk e dim. U ka pas dilinjen Albano, më raft një pikë. Më raft një pikë. Kështu që le të vi me duar trokitje dhe me ovacione ditëlindje xhiu ynë Albano Bogdo. U bëfsh 28 Albano. Nga thellësia e zemrës. Albano u rrit, ju bë rushi hardhi. Ja, e morëm të vogël shini sa nautra. Është i mirë, është i dashur me shokët dhe me shokët. Mirë, atëherë, jemi gati publiku për ta filluar zyrtarisht apartamentin? Po apo jo? Publiku, një sekondë, s'po dëgjoj, publiku jemi gati për ta filluar 2X-lën? Po apo jo? Okej, Albano. Do mbaj një fjalë për si më i rritur që jeta. Çfarë do i thuash kombit? Laps, se si fjallë e mërqër, një duar përkitje për Albano, atëre, i nxjerrim të gjithë jashtë, dini të gjithë jashtë që do fillojmë zyrtarisht apartamentin tonë, apartamentin ku e qeshur është kult, një emision që mundsohet nga Vodafone, atëre dalim të gjithë jashtë, t'ju shpjegoj pak publikut se çfarë do ndodhi, do bëjmë një ekspoze policësh, do djekim disa tipologji të ndryshme policës. Gjithmonë policët janë si të themi preja e preferuar e njerëzve që bëjnë humor, që bëjnë komedi, nuk mund të mungojnë as në apartamentin 2X-lën, ne kemi hasur shpesh ata në shfaqje, të shohim tani se si do vi nëpërmjet Visjanit,
i cili është një polic nga zonat e Malësis, dhe Juli dhe Cubi janë një qift që sapo i kanë grabitur. Vjen Juli dhe Cubi në angth që sapo i kanë grabitur. Në angth, moj Cubi. Moj Cubi, moj. Juli, moj. Po ku ishe ti, moj? Po ku ishe ti, moj? Moj. Isha këtu më vun pistoletën mua, si ku isha unë. Të vun pistoletën ty? Po pse nuk bërë ti atë që ti të bësh më mirë? Na grabit e shpina na degeneruan. Merë policin, Juli, merë policin telefon. Alo, polico! Alo, polic! O, hajdi pra! Ha? O, e pas ka vënë sqetullën kokë, polici. O, zoti polic, si jeni? Neve jemi një qift i lumtur që jetojmë në shtëpinë tonë. Qyqe, sa të shtot e kjetuar, poj. Jemi sinqer. Unë erdha në shtëpi, e gjitha duke qarë. Duke i rënë kokës me tokë, si thotë. Ashtu e. Edhe këtu kishin arë 2 persona dhe na pas kërkër kishin grabitur. O ishin në top, tha. Na ka grabit pra, thash. Do më thonë... Po, kanë marrë bijuterit, morën sende me vlerë. Madje, njëri më kërcënoj që do më vriste. Si se vrag, morë ti se Oja, çfarë thua tjore? Bëshaka, o, shefa, si t'ja bëjmë në të shi se na kanë grabitur, na kanë morë. Prit që t'ja përshkruaj njerë unë. Tani, njërin unë e kam këshu se siluet, nuk e përshkruaj, do më thënë, thjesht ishte i gjatë, edhe fliste këshu ashpër. Po, atë tjetër në mbajmën me detaje. A ishte me flok të kaltër, kaqurela, po. Një sy e kishte të verdh, një sy e kishte jeshil. Kishte një tatuazh që shkruante jam Gjeri. Kishte, jo, një sy të verdh, një sy jeshil. Apo e kishe kaf, po. Kishte tek faqja, jo, apo te balli, jo te faqja, kishte një të qarë, një shenjë që ishte si vez, dhe shkonte Spartak Gjela. Pas ka qenë simpatik shumë? Ndërsa njërën dore kishte si Qengel, njërën, kurse tjetërën e kishte prej druri si Pinoku. O, shef. Po. O, shef, do na i gjeshti këto? Tërshi. Zoj. Po. Tërshi. Për këtë dytin, Zoj, që e keni përshkru ju, kështu, tërshi, me detaje. Me detaj. Po. Sy e shil. Po. Me flok blu. Të kaltrat. Kaltë floku. Kaltë. Burkal. Që e ka kamen për i druni. Po. Që ka tatuash Spartak Gjelin. Po. Gjeri. Që banon është komshi ma stritin për balë. Po. Këte nuk e gjejmë dot. Sepse në një qytet me 10 banorë si jemi ne, shumë vështirë me gjetë vetëm kjo. Po i keni gjitha bërë, zotë polici. Ndërsa këtë tjetrin, të ashpër, të gjatë do t'a gjejmë. Po kjo ishte siluet kjo i dy dio gjallë. Spaleta, kujdes vaj. Nuk ishte ky i sakti, do me Atere, nuk ju gjetë gjë, kështu që hajde, largohuni të dy, sepse vjen Ina e dhunuar nga bashkëshorti. Si e kemi shqipen, hajde, largohuni. Hajde, largohuni. Ina. Shkop gome i zjatur. Atere, Ina. Pa. Sapo të ka dhunuar bashkëshorti, po ke ngrën një super dru. Kuptoj, qartë. Kujdes, dakord? Vuaj. Egi dhe Erblin e keni mendjen se si të bini sy. Qa problemi keni, Zoj? O, Zotin. Zotërinj të dashur oficer të policisë. Buri erdi dehur në shtëpi. Hoqi ripin e pantalonave. Dhe me të më rahu dhe më bëri peshk. Pastaj ashtu si qishte në atë lemeri e sipër, a i ku të flinte tek mamaja e ti, do me thënë vjera ime, që mos e hëngt. A jeni e sigur të zonjë që iku tek nëna e ti, sepse a i mund këtë shkuar kudo? Sigurisht jam e sigurt, sepse ajo sa po morin telefon dhe më tha që a i Baskaraj erdi këtu dhe po flej gjumë atje. A jeni e sigur që ajo ishte nëna e ti? Do me thënë, jor vjera.
Sigurisht jam e sigurt, mërë zotri. A jeni e Ajo është sigurt? mamaja ti, do me thëmë vjera ime. Mamaja A vjera. jeni e sigurt që ishte burri juaj që ju qelloj, zonjë? Po sigurisht se burri ku... Dhe jo vjerë. Burri im ishte. Qëfar ju shtyn të mendoni që ishte burri juaj, zonjë? Dhe jo komshiu. Ose Zorro. Ose Elton John. Më falë, nuk kam vite martuar me atë dhe ai është burri im. Kuptoni, Më kjo është falni. pak për e sigurt që është burri im. Kam përshtypjen se ky Zorro vjedh të djelave në Porto Palermo banka. Nuk është e vërtet. A dere zonjë, i bie të këtë qenë Spider-Man. Mos u talni, zonjë. Ne po flasim seriozisht këtu, zonjë. Ju lutem. Më falë. Kundërshtoj. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi. O, zonjë! A një moj qikë më idiot, se nuk e shumë prapë. Ha pra boje Vandamin, hëtë se me bo. Më falë. Ka se e modë. Të lutem se u qadhe më dysh. Më falë. Në këtë moment nuk duhet isha mashku. Zotë, qëfar po bëmë të zotëri, se nuk e kuptoj, qëtëso. Kujdes, lutem shumë. Jam shumë e sigurt që ai nuk ishte Spider-Mani, se po t'ishte Spider-Mani, unë isha qëftuar me burin tim dhe i bje që t'kisha bërë 3 meri manga, më kupton? Hu ti s'merresh vesh me vjerën, vesh me Spider-Manin. I e lera. Një ua, po unë doja që të më shoqëron të ai në qeli. Mirë, Peshim dhe vetlat, lyen thoj, të bëjmë në gjë tjetër, Okej, që duam. dakor. Faleminderit shumë. Atëre vjen Juli dhe Albano. Juli dhe Albano, jeni dy policë që lini shumë për dëshiruar. Alo, qendra, 02 jam. Po, 02 qendra. Alo, 02 jam. Po, 02 qendra. Alo, 02 jam. Po, 02 qendra. O qendra ti jemo? Po, qendra, kush je ti? Unë jam 02, kush je ti? Po, unë jam qendra, mo ti kush je që me në radio? Po ti që qendra ti, do e dje që jam 02 unë. Ja, ti ishe 02 ti, do dje që jam qendra, më lej dëngbja të shqipajt. Po nga ta di unë që je qendra ti? Po, unë nga ta di që 02 ti. Po... E shikon që si e qendra? Se po ti që qendra, do e dje që jam 02. E shikon që si e ti 02, se po ti ishe 02 do dje që unë jam qendra, se të gjithë ma dallojnë zërin mua që jam qendra. Ore, në gjatë, ti jemo? O, bilisht, ti jemo? E dërbar dhe unë jam, Po, folë se na, qa do se po shikoja kara da ju. O, në gjatë, ata që isha në Sarandun? Jo. E mirë, isha në Sarand, të e të thash. Ue, ishe Sarand? Qa pastaj? Po kote kash, ta thash, ja ta thash. Qa do ta që po shikoj kara da ju, Okej, më shkruaj një raportim aty. Qa raportim? Personi me inicialet AB është arrestuar sot në orën 22:00. Qa ti bëju në kësaj? Bëje tube dhe... Ta bëj tube dhe qa? Edhe futën hund. Shkruaj të raporti. Personi me inicialet AB është arrestuar në orën 22:00. A, do me thënë, të bëj një raport dhe të shkruaj personi me inicialet AB është arrestuar në 22:00. Jo. Shkruaj kështu. Personi me inicialet AB është arrestuar në 22:00. Po pra, do me thënë, të marrë një flet në raporti dhe të shkruaj personi me inicialet AB është arrestuar në 22:00. Ore qendra. Urdhra. Shkruaj kështu, në një orë 22:00, personi është arrestuar me inicialet AB. Unë bëj kështu, për persona me inicialet AB që janë arrestuar 22:00, po bëj pra një raport. I sekund se nuk jam i sigur të vllaj. Ja, Egi, ti e shefi dhe pse nuk ja tek shumë ka kjo punë. O vllaj, unë e gjatë. Alla. Fjetë ti. Po mendoj për personën. Dore qikana. Alo, shefo. O, shef. O, Tepelena, o, shef. 02 i prezentohu, kush je?
02 pra jam, 02 prezantohu. Alo, jam 02. O idiot, 02 nuk është shef, është thjesht oficer. O shefo, po se të gjithu mblodhet në policisë. Ej, Sa po ta thash pra, nuk është shef 02, është oficer. 02 jam unë, ti je shefi o shef. Po pra, unë jam shefi, ti je thjesht oficer 02. Po pra, Sa i trash emër burrë, të t'jas dytë kengele? Ça të bëj me Kush është tjetër në linjë? Kush është tjetër në linjë? Pas ka tjetër në linjë. o shefi, Kush është tjetër në a linjë? mund ta bëjmë raportin kështu, personi me inicialet AB, është arrestuar në orën 22:00, si Po, thu? qëndron. O shef, ma carove dhe ty e 02, gjo mu këtu tashi. Për personat që janë arrestuar me inicialet AB, ju kam lënë raportin mbi tavolinë. Mirë pafshim. Personi që po ju po kërkoni është ke qendra, dhe qendra nuk shef, vetëm dëgjon. Ky është personi. O plaku, nuk tha shef, po je... O maskara! Tubi. Vjen Tubi. Tubi. Je e lumtur dhe e qeshur? Je. Një tragedi sa po ndodhi në shtëpi Tubi. Shumë e madhe Tubi. Më e madhe Tubi. Qyqa, tani të thuaj këndën, Lajmëro çfarë bëj? policin Tubi, lajmëro të policin. Po çfarë më ka ndodhur pa mirë? Ku di që unë çka ka ndodhur, gjë e vetë çka ka ndodhur. Alo! Visjan, një polici ke marrë shumë detyra për sipër. Alo! Përshëndetje, zot, çfarë ka ndodhur? Zoti polic. Sa ke, zot, qetëso, jam polici. Faleminderit që erdhët 4 orë me vonesë, zoti polic. Moj ti, zonje, Urdhra. nuk jam zoti polic, unë jam zoti shef i policisë. Ose Zoti- gatro se... Zoti shef, gëzohem. Tani më dëgjoni. Burin sa po e vran me boljer kokës. I ran me boljer, bam, dhe shtrim për dhe të vdekur. Është diku te kopshti tani? Po? Po, jo, unë lajmërova policin, lajmërova juve në fillim, pastaj mora një taksi në telefon, erdhi taksia e mori. O zonjë, një sekundë, se mua më ka lajmëruar personi që i ka rënë me boljer kokës burrit tuaj, çfarë po thua? Ç'pun kishte personi më Po zotri? jo me zonjë ke gatruti komplet tash. Më thuaj ku ndodhi ngjarja, ku ndodhi Një ngjarja. sekond, tani ja këtu ka ndodhur ngjarja, unë isha këtu duke parë Karadaiun. Po. Në atë moment u ersua gjithçka më zotri. Po, dakord. E qelloi njëri burin me boljer, pap në kokë, direkt shakull për dhe vdiq. Do të thëmë vdiq. O zotri më falni, çfarë po kërkon tani? Një sekond, pra, një sekond. Na lini të bëjmë detyrën. O zotri, po çfarë më të bësh detyrën pra se po merr vesh njerëz se çfarë po zotri. Një sekond po të. A je vetë apo jo? E më mirë. Personi që i ka rënë burrit tuaj ka humbur pysylyku më. O zotri, buri i vdiq. 100.000 lekë pysylyk, a e në rregull apo jo? Unë fitoj 10.000 lekë po të jap pysylyku, no shoqe. Më fali, vazhdo, pastaj kërkoni. Ku i ra burrit po të? Ja, aty kërko. Aty kërko se do ta gjesh Gjeta aty. boljerin. Amo. E shqyre, gjeta. Edhe që këtu. Urdhra. Halle tu e zonë, merrni policinë, s'kemi kohë të merrni me... Më fal për shqetësimin. Qyqa. Albano. Po bane. Le të prezantojmë vëllezërin nga jugu. Vjen Albano Bogdo. Atere, Albano, nga një djalë sarande. Bëjmë një vajzë Gjirokastre. Pse të si topallëm? Vrava që këmën të qëse. Më raft një pik. Do të sillim ndihmën e Po shpejt. bëja një karate me Julian Dgjoj, Dedën. Albano, ti je një turist që ka humbur mes Tiranës, direkt. Okej. Jul dhe Egi, jeni 2 policë të pashkolluar. Hi. Hello, how are you doing? I'm an American citizen and I'm lost here in your fucking city. I got no fucking idea what to do. I don't know where to go. I lost my passport. I lost my money. No, sir, please. Can you tell me, do this city have a public toilet because I'm shitting my pants? Well, sir, s'kam. No, ashtu, nuk... Komplet. Zdi. Komplet. You don't speak English. Ja, nuk ka shumë. Nuk dish për fletë? Excusez-moi. Un toilet public pour la caca. Duke se shprëngjisht. Parlez-vous français? No, nuk jas.
Ich weiß nicht in Toiletten, du fahre du Scheißen. Wischt Scheißen. Scheißen. është me shiatik. Po s'pe shu pra fare. Vetëm të shët po I kuptoj. Parlate italiano? Una bagna pubblica per fare la cacca. Cacca è universale, cazzo! Është Kaka, futbol. po thot për futbolliste. No, Shevchenko. No. Milate Elenika. Elenika, Elada. Grip. Ne, koleg, Shut the fuck up. China, 睇唔懂嘅我講到。우리 사람 모두 다. 아니 저것도 이다 사다리가 더 다다. Japan? No, Japan. Mos u mërzit, po nuk të kuptoj. Unë nuk kuptoj, no zdi gju. Po shefo. Oj ky. Po shef. po edhe ti s'dija si gjuh. Që thua mu? Ka ish problemi nuk dija si gjuh dhe ti? Që du gjuta la, ky ditë dhe te su morë vesh me mua. Hajde konsumoj mi kamomil. Iqe këtë dorën se më shmendë me Hajde, mi këtë dorë. kamomil. E do një mbështetje, hajde. Atëre, largohen policët. Kjo ishte një ekspozite tipa dhe ndryshme të policisë, gjithsesi policia në fund i shërben komunitetit dhe ne shpresojmë ta bëj gjithmonë më mirë.